Ku do vim ne? Ku do vim? Aqëm. Atëhere, po ikim në Korçë. Është e premte, jemi pas pune. Unë edhe Emreja po nisemi për në Korçë, sepse kishte babi ditëlindjen në datën 21 prill, kishte mami ditëlindjen për para 3 ditësh, para 2 ditësh në 13, edhe duhet të vëm që t'i bëjmë surprizë. Kështu që lodhëm gjërat, bëjmë dhuratat edhe tani po shkojmë. Mami dhe babi nuk di që, vetëm Aleksia di. Inshallah po ja dalim që ta menaxhojmë. Patjetër, do dalësh me vjen me ti. Si e ke emrin? Jana. Ta gëzosh. Zemë sa një tashin. Ndjes sepse mu deshi të mbyllja kamerën, duke qenë se nuk lejohet që të filmoja brenda në supermarket, nuk kishte ndodhur ndonjëherë, më ndodhi sot për herë të parë. Gjithsesi, po varnim për të ngrënë, edhe do nisemi. Mami mori në telefon edhe po thoshte moj se mos po vini në Korçë, edhe Emreja po. Po vini në Korçë mami, po Emreja. Ose unë po qeshja, ose po thoshte mami daj mos u ka me mua. Edhe ja përktheva Emresun, edhe Emreja, jo mami, jo, gabim. Edhe më duket se iku, do me thënë nuk ka dyshime që jemi duke vajtur. Plus që i tregova situatën që ndodhi tani, që takova Janën, i thash që kështu isha në supermarketat të Teku edhe erdhi një vajzë e vogël më përshëndeti, që ta bëja situatën sa më bindëse edhe që ta kuptonte dhe të mos mendonte që po shkojmë. Do marrë edhe herë të tjera në telefon, ajo nuk e di se si do t'ja bëj, po nejse. Ne që thoni ju, arritëm, kemi ca që kemi arritur në shtëpi, por kemi parkuar tek komshia, sepse makinën nuk e futim dot brenda, se nëse makinën e futim brenda në garazh, në moment që do vi mami do fut makinën e saj, do na gjejë edhe neve aty. Edhe nuk është ajo ideja që mami të surprizohet kur t'jetë në makinë, ideja është të surprizohet kur t'jetë jashtë makine. Edhe ne me Aleksin menduam që të futemi, domethënë në moment që Aleksia do mbyll portën e garazhit, do futemi ne. Edhe do t'ja bëj mami surprizë. Me që fjala mami me Aleksin kanë shkuar nga nëna, edhe janë akoma andej, tash më duket se u nisën po vinë. Kështu që do presim edhe një 10 minuta këtu. Sa ftohtë që nga këte në Korçë, plevit, unë mora dhe roba me mëngë të shkurtra. Në më thënë, bluz me mëngë të shkurtra. Se panona mora gjinse. Emreja nuk mori as gjup as gjë, mori vetëm këta. E shiko si është mbledhur tashi, me kapuç. As dëkem. Gule. Gule. Inshallah mami surprizohet, dhe inshallah shko mirë surpriza, ashtu siç po e imagjinoj unë. Na uroni fat. Shumurime për ty. Më ka një të të dyve. E dina. Nuk e gja kuj vajti vut kërë. Se mërë të vrat nga makina. Po qarë më duket nga frika. Kor kudan në alë gjak. Usa po të rritë. Ollu. Në më të guash. Ajde. O lot. Ape me dera, nik nga dera. Sorry Emre. Shumurime për ty. Kemi marrë dhurata për juve. Për mua? Për të dy. Për të dy. Jepja dhe dy dera se shtot. Shiko. O bo, sa e mami.
Sa e bukur, sa e bukur. Ta gëzosh, të pëlqen? Shumë. Alexia, unë mund do isha gjumë. Do ishe po si e? Faleminderit, shumë faleminderit. 100%. Ba. Ha. Hap edhe ti. Qa dhe Jo, sponsorizore ti. Na vash. Qa dhe ka këta një? Hape një. Ha, bre, se babi si tako. Po vizita durata. Qa dhe kjeftë? Ha, bre, ha. Ta gëzosh. Portokallo mojnadore. The next day. Morning! Tamam aşkım. Good morning, mi mëngjesi. Nuk ju fola dje fare, sepse si që pat erdëm, i bëm mamit edhe babi surprizën, ju dham edhe duratat. Konuşurken ellerini ben yaptım. Tamam. Tamam, böyle yapacağım, dur. Okey, I bëm duratat mamit edhe babit, ja u tregu. Edhe pastaj filluam po bënim muhabet, edhe pastaj unë fillova të editoja videon që juve keni parë javën e kaluar. Edhe kështu do me thënë, nuk pata mundësi që të flisja fare. I përshë duratat e ma. Ajde dim një këtu. Ja! Ju përshë duratat. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. E kështu. Tani neve po bëjmë i gati sepse do dalim për të ngrenë në mëngjes. Mirë, tamam. Edhe kështu, pasta do ikim në Pogradec. Do dalim për kafe me një shoqen e mamit edhe me çupat e saj. Po, do ikim. Së ndezur akoma makina. Akoma kështu syze. Okej. Kemi një mendje që t'ikim në Maqedoni, por të shikojmë se si do jetë situata edhe nga... Edhe koha, po edhe situata në... Situata në Dogan, do e të toja. Çor, Ha? çori. Jo. Çori, hangaresi, hangarengi. Këtçin. Bien misin? I kemi flokët. Ore, koha këtu në Korçë që nga shumë ftohtë. Fryner, ka rënë shi gjithë natën, mua më ka dalë një puçë këtu, nuk e di pse më ka dalë kaq e madhe. Nuk e marr vesh. Erdha për të veshur me mëngë të shkurtra? Sa e madhe. Që bërë? Ishte një meriman nga ato të mëdha atë që është me kem kështu të mëdha. Anyway, erdha me këtë shkurtë edhe vesha rrobat e mamit. Shqyqy që jam bërë një trup me mami tani. Kulur yok galiba. Nasıl yok? Yok. Nasıl yok? Ya nasıl yok ya? Geç kaldı çünkü. Кто yanıyor? Prosciutto? Vegetariano? Yok. Ne yiyeceksin bir tane? Babişim. Pavşim dedim ama kimse pavşim demedi. Dın. Nie bogacze? Nie. Sjeni. Doli të pi cigare, po bie kaq shumë shi, shikoni.
Edhe xhamat, shi. Nuk po e ndez dot. Shi qa ben. Po flasin me Thian. Me kamer. Mbaruam drekën në Pogradec. Nuk e mbaj me tash në qoftë se u thash apo jo që plani ishte që të shkonim në fakt, plani fillestari mamit edhe teta Lidës me çupat ishte që të shkonin në Kostur në Greqi. Po duke qenë se ne erdhëm këtej, edhe Emreja nuk ka vizë për të shkuar në Greqi, nuk shkojmë dot kollaj domethënë. Tham që do ikim në Maqedoni. Sot e mbyti shiu. Aq shumë shi ka rënë, nuk ka pushuar 1 sekond, nuk ka dalë dielli 1 sekond. Dhe nuk shkuam as në Maqedoni, se do kishte edhe radhë në Dogan, e kështu me radhë dhe ndejim në Pogradec. Tani po ikim në shtëpi. Kaq. Ok. Ishte aventura jon pogradecare. So boring. Vajtëm tek The Change, nuk është reklam. Paguam, ama kishte gjëra shumë të mira. Unë mora pasta napoletana, kishte shumë sasi. Ke nga do të gjitha se ishtin aq shumë sa u fryva, u ngopa. Qa porositëm tjetër ato që pat që ju tregova në video. Edhe qa porositëm tjetër? Edhe akullore mora unë, akullore në fund. Kaq. Po ishin shumë të shishme. Akullore po bënda ai. E pa që kurim neve dhe sa kështu e bënda ai djali. Sa akullorin po bënda ai me dorë? Jo, s'bet akullori ashtu. Mos po bënda e ato të tiramisu, se s'ka mundësi. Nice, më qeus, nuk kisha shkuar asnjë te The Change. Ishte një re parë. E sugjeroj në qoftë se vini në Pogradec të shkoni dhe të hani aty. Erdha të marr tortën e mamit edhe babit. Sa e bukur ka dalë. Shumë. Ngela duke filmuar nga makina sot. Tani duke qenë se mamit edhe babit nuk ja u festuam dot ditëlindjet kur i kishim, pavarësisht se babi e kishte në prill. Ne nuk erdhëm dot se normale kishim angazhime të tjera. Vendosa që të porosisja një tortë me 2 shije të ndryshme edhe 2 modele të ndryshme që të fryjnë mami dhe babi që rinjt të dy në të njëjtën ditë edhe me ne prezent. Edhe prandaj ka marrë këtë tortën. Shijet i porositëm me bueno njëra, edhe tjetra ishte fistiqe dhe mjedër, mos gaboj. Edhe e morëm te Diana. Kemi Dianën pikën te stadiumi, që e kemi pikën tonë, gjithmonë aty i porositim edhe i marrim gjërat. Edhe përshëndesim shumë të Tamarikën, të duam shumë, të kemi shumë zemër. Edhe me ato fola që na i porositja jo më sugjeroj domethënë se si ta bëja çfarë shihesh. Pas ka dal një ylber, sa bukur. Tamam da kanka, nala kanka. Mbaruam së ngrani këtu. Ishim këtu tek Rozafa, që është në Maliq, unë s'kisha ardhur asnjë në fakt, ishte hera e parë që futesha. Ushqimi i mirë, i lezetshëm. Çfarë mora unë? Mora një koce, mora patate të skuqura, mora edhe sallatë jeshile dhe takova një prej jush. Hamo, mirje. Takova Pamelën edhe mamin e saj që e përshëndes edhe nga videoja. Ishin kaq të mira. Edhe vajta i takova pastaj, bëmë edhe fotografi. Shumë faleminderit realisht kur vini më takoni dhe më flisni. Ma bëni kaq shumë qefin sa nuk e keni ide. Juve mund të keni turp, mund të keni siklet, madje ka patur raste që ju kam parë, disa nga ju që më shikoni, qeshni, buzëqeshni, ose bëni ndonjë veprim kështu që të vini të doni të më takoni e pastaj sprapseni dhe viun. E kështu. Tani po shkojmë në shtëpi sepse do am tortën. Do frim qerint. Edhe ato qerint i mora në xhamba, i mora shumë të bukur. Mora blu për babin edhe i mora pink roz për mamin. Edhe mezi pres të provoj tortën, ta ha edhe të shikoj çfarë shije ka. Shumurime për ty, shumurime për je, shumurime për mamin e babin, shumurime për je. Happy birthday.
Qindë na bën. The next morning. Mirë mëngjesi Shqipëri. Ua, po mbje bateria e kësaj prap. Po ikim për të ngrënë mëngjes. Do ha mëngjes tek francezi. Pastaj do vim në shtëpi, bëjmë gjërat gati, rrobat, edhe do nisemi për Tiranë. Edhe kaq mbaroi eksperienca jon në Korçë. Në Korçë. Korça ime e bukur. Sa e bukur është kështu. Me këto kaldremkat kështu, me këto shtëpitë e bukura. Me këta njerëz të bukur, me restorante të bukura. Five hours later. Nuk ka gjë më të bukur për mendimin tim se sa të vish në shtëpi, edhe shtëpia të jetë e pastër, të jetë e sistemuar, e lar, e fshirë. Okej, për të larë, për të fshirë ka nevojë prap, po që sot nuk do e bëj, se sot jam e lodhur edhe në nga rruga. Në fakt, nuk është se e ndjeva shumë që është e vërteta, iku shumë kollaj. Se herët e tjera si kur bëjmë që kështu si kur putem, lodhem, vjen pak pare gjumë gjatë kohës që jam duke ngarë, kurse sot jo, sot isha rehat pare, isha mirë. Do filloj do editoj videon që po filmoj tani, këtë që ju po shikoni, sepse kam një udhëtim tjetër ditën e njëjtë, kemi udhëtim me zyrën, kështu që do kemi edhe vlog nga udhëtimi tjetër, edhe me zipres, kështu që po e mbyll video me kaq. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale në TikTok dhe në Instagram, dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju put dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!